Atëherë më lejoni që pas diskutimeve të fundit të shpreh fillimisht habin time se si çështja kaq e rëndësishme nacionale për temën e presidentit komunikohet në distancë dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Mendoj që është temë shumë serioze për të diskutuar nëpërmjet edhe rrjeteve sociale edhe video mesazheve. Çështja e presidentit është shumë më serioze se kaq. E dyta me sa kuptuam, Kurti po I kërkon 90 vota. Pro LDK-ja 90 vota s'mund t'i bëj. Që I bie që ai kërkon bashkëpunim dhe me PDK-n. Vitin e kaluar, kur kisha propozuar qeverinë e unitetit, ju kujtohet se si më thonin se pa PDK-n s'po mundesh. M'duket se këtë herë ai s'po mundet pa PDK-n. Po të kishte dashur vetëm me LDK-n, ne kemi qenë në diskutime, kemi pasur diskutime gjata për marrëveshje politike me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nëse don vetëm me PDK-n, le të mblidhen ata, le të bëjnë ato 75 vota, nëse mbet për 15 vota të LDK-s, ulemi dhe flasim. Por nëse ka dash marrëveshje politike me LDK-n dhe do marrëveshje politike me LDK-n, atë LDK mund të propozojë dhe emra. Na s'kemi nevojë me të propozuar 3, propozojmë 1. Mundet me qenë edhe Vjosa Osmani. Po le ta tregon ai ka 66 vota për këtë president. Mundet me qenë. Por njëherë duhet me vendosur do marrëveshje politike me LDK-n, apo don 90 vota. 90 vota me neve nuk I ka. Meqense nuk I ka 90 vota me ne, madje për më duket manovër politike, po le të mirët vesh me PDK-n, le ta tregon, e më pas ne I përgjigjemi bashkë me 15 vota tona. Propozimi ka qenë gjithmonë marrëveshje politike. Po marrëveshje politike ku si takon presidenti vetëvendosjes. Na afatet e vetëvendosjes nuk I shohim. Apo kuptoni, nuk janë ato afate institucionale shtetërore. Nëse do marrëveshje politike me LDK-n, le të vjen ulet me LDK-n I diskutojmë çështjet. Le ta tregon ai kanë 66 vota, jo për kandidaturë. Marrëveshja politike ne duhet mu ul me spalëve, me diskutu, a kemi marrëveshje politike? Ai tash shpiton 90 vota. Ai çartazi se do marrëveshjen politike, apo? Sepse po ta donte në takimin e patëm, në takim ulëm thanë nuk kemi marrëveshje politike. Po të ketë marrëveshje politike me LDK-n, I bën votat me LDK-n. Tash po I do 90 vota, 90 vota me LDK-n si ka. Por le të ulet me palë të tjera, le të gjejmë një kandidat konsensual, nëse don kandidat konsensual, e më pas ne trajtojmë atë propozim, nuk kemi pengesë këtë drejtim fare asnjëherë. Po tani unë po them që çështjet duhet të jenë parimore, apo kur janë çështjet parimore, çështjet e depozitave janë dytësore. Pra nëse është menduar që ne e akomodojmë lumirin ndërkohë dhe kështu kryet çështja është gabim, apo kuptoni? Sepse akomodimi individual është pazar. E parimi është interes shtetënor, është më e madh se secili prej nesh se LDK apo Republika e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim mendoj që ne duhet të shohim drejt institucioneve, stabilitetin institucional para interesave tona, po kishim parë interesat tona, atëherë jemi të folë për pazare. Ne kemi 15 vota për propozimin e LDK-s. Pra sa po diskutuam, çka do që kur të propozon LDK-ja, një emër në marrëveshje politike, po duhet me pas marrëveshje politike. Po në ulemi marrëveshje politike, dhe me apo bëj marrëveshjen politike LDK vetëvendosje. Nëse do me bëj vetëm me neve, nëse po do me bëj me 90 vota me PDK-n, urdhënë mirë vesh me ta. Po nëse do ne vetëm me LDK-n, ulemi mirë me vesh. Për kandidatin që e vendosi LDK-ja, ne kemi 15 vota. Kështu është qëndrimi I grupit, pra ato diskutime që po fliten që LDK si ka 15 vota për propozimin e LDK-s janë të pavërteta, ne patëm një takim në grup, u dakorduam që për propozimin e LDK-s, që del propozim zyrtar I LDK-s, ne I kemi 15 vota, por se përjashtojmë dhe mund të jetë kandidat do Vjosa Osmani, po tani më duhet ta di ka 66 vota ai. Këtë kemi pasi qëndrim politik, këtë ka refuzuar. Nuk e ka dash kët. A di çka ka thonë? Ka thonë një 10 veta më të votuam. Tani ka thonë ka një gjysmë kandidati ka. Pra po, kjo është qëndrim për çfarë po flasim, marrëveshja politike është kështu. Po se ka ndash këtë çështje. Meqense se ka ndash, po dojnë 90 vota, meqense I dojnë 90 vota, ne nuk I kemi numrat për 90 vota, I kemi për 15 vota tona, I kemi kaq mundemi me vota. Për LDK-n është e mbyllur, por nëse do deri në momentin e fundit me provu, mos më thonë që shqetësoni s'po dojnë, po bëjnë blokada, pra me bëxhu politike, fajsuese, se tani jemi në fushat, kuptoni këtë gjë, jemi në fushat, gjithçka ja vlen. Por për mua është e mbyllur sepse s'kemi pas marrëveshje. Ai ka insistuar që kandidati të jetë vetëvendosjes. Tani po flet për persona publik, jo për marrëveshje klasike politike. Na drejtim s'mundemi me ndihmu.